Hashimi u tradhtor, Hashimi e ka votu për me shku tjetë, o burra, bëll rajt. Në falë sa të nuk e më të tonë. S'ka problem, po. Bëll rajt. Se këtu e vishë drejtësi nuk ko, asë nuk ko prokurori. Se të dera du të me pri qifte në Shabasylles nëse rranë, me qunë bërë. E vërtet. Se jo të thush kriminal Hashim Thoqit, tradhtori shukëve Hashim Thoqit. Ku Hashim Thoqit? Po Hashim Thoqit para nere, e ka ditë që ka me shku atje. Po e ka desh me pastru Kosovën. Nuk është pyetje jetë Hashim Thoqit. Pa mos me pas ditë se kish votu. Po normal, shumë normale. E ka votu një gjykot me pastru Kosovën. So kur shokët e tij që kanë rrotë dëshmor heroikisht. Edhe ky sot ka rrotë heroikisht në gjallë. Në vërtet bravo Dratërvitje, po. Po është e vërtet. E s'diju në çka tha mo. Dëshmor gjallë janë në fakt. Dëshmor gjallë janë ta. Nuk ku më nësia dënuar as dënuar. Unë e di që vinë, mendimi im. Po ata janë dëshmor gjallë më nëse ku mirë ata që shkojnë e rajnë në shpifin. Ki njerë që ta kanë udhëheq luftën ma të pastër dhe ma të drejtë në botë edhe ta ka shpallë shtetësinë e Kosovës. Pavarësinë e Kosovës e ka shpallë ish kryeministri Hashim Thoqi, se ish presidenti. Sët, me dalë, me shah, me fy, mund një më raporë se me dur lidhë nuk shahat njeri. Vish njerës të ligë, ose njerës të servis të randojnë me pronë nga ndurë. Edhe të mshojnë me pronë nga ndurë. Hashim Thoqit, Recep Selimit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, jenë të uron njerëz për slidhi. Po shka si i thoi një babëm kështë jo atë? Po baba e Hashimit ka qenë një rejtor, po ma mirë me qenë rejtor se të ishte deputet i servis, edhe shpion i servis, po ma mirë rejtor. Ma mirë rejtor, ka rrit një djallë, ka bon një djallë, shumë të fort. Që sët, dëshmuri gjallë në Hogë, e mbrojnë Kosovën. Ka mbrojt, për vitit 93, ose 92, nuk i di ju në atë detaje, po një shlirimtar sot e akuzuin kush kërkushi. Pa ki, bësë shaban, se ke thonë në emisionet tjera, dhe me thonë që edhe na kena gjujt plumba në ushtarët sërë normalisht, se për qatë punin e kom. A ki një aksion që ke po bashkë me krerët e ushtrisë shlirimtarë? Po, aksion kam. Nuk kam aksion që kam bo aksion në vrasje, po kam aksion humanitar, shumë të fort, shumë të rrezikshëm me zotëri Recep Selimin. Për shembull? 2 aksione kam. Njëherë kam 36 kjera të plagosën, dikun ka 4, dikun ka 2, ku i kemi bordë, unë, Recep Selimi, Amnesinoni, Mos Jashari, dëshmuri kumbit i Las Kudra. Dikun 200 metra mbi krysht Komaronit. E ky akon Recep Selimi, ky ka shpetu njerës, ky ka shpetu jetra. Tjetër në aksion e kam veç me Recep Selimin, ku e kam bordë lau në Suleman Selimit, ish komandon të shtovit përgjithshëm. Që veç unë e regja e dim, so orë kemi borë, një rrugë që o duft me kalu për një orë, na kena kalu 12 orë. Pra arsye se vllavi i Suleman Selimit ka qenë shumë i damtum që në 10 metra kënë në orkerin me koli. E vërtet. Po, Basë Shaban, për shembull këm dëgju raste edhe njerëz me na, me peshë, që për shembull akuzojnë shpesh shikun për vrasje, që ki rastin për shembull e ish deputetit të LDK-s, ish zavanës kryeminist Adem Salije, po e kjellë një rast tjetër, ku zotri Gjafer Shatri, nderumi, thot që Azem Sylla bashkë me Hashim Thoqin mi kanë dërgu 2 njerëz në shtëpi të UDB-s, nëse s'gaboj e thot për Mehmet Hauskaj, nëse s'gaboj, e ki në KTV nëse s'gaboj apo në Dugaxhen, ku thot mi kanë dërgu Azem Sylla bashkë me Hashim Thoqin 2 njerëz. A është e vërtetë që Azem Sylla dërgon njerëz të UDB-s? Moderatura, ban të ndojmë që 2 pika. Pa problem. Flasëm për Gjafer Shatin edhe për Azem Syllën edhe për Hashim Thoqin.